Besimtar të respektuar vëllezër dhe motra. Sot me lejen e Allahut të lartësuar jemi tek surja e radhës, e cila është suretun Nur, surja e dritës. Pra kemi në Kur'anin famëlar një sure të cilën Allahu xhalleshanuhu e ka emërtuar drita, që do të thotë në fakt kjo sure e ka marrë këtë emër për shkak të ajetit 35 që kalon në këtë sure, që ndryshe njihet si ajeti i dritës. Është një ajet shumë i rëndësishëm, është një ajet me një kuptim shumë madhështor mbi të cilin kanë qëndruar dhe kanë folur gjërë e gjatë dietarët tanë. Kjo sure është një sure e përbërë nga 64 ajeteve dhe ka zbritur në Medinë, ku tema kryesore që përmban ky ajet ka të bëjë me udhëzimin në rrugën e vërtetë. Ka të bëjë me njohjen e zemrës, me dritën e udhëzimit të Allahu xhalleshanuhu, me njohjen e Zotit ton, krijuesit ton xhalleshanuhu e xhelle xhelalu. Dhe do të shikojmë së bashku ajetin 35 dhe 36 të kësaj sureje, ku inshallah taala do të nxjerrim mësime prej saj. Thot Allahu në Kur'anin fisnik: Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita, është ndriçues, është udhëzues i qejve dhe i tokës. E kuptojmë këtë ajet në këtë formë, ku kjo është një thirrje për njeriu që duhet të hapë syt dhe të shikojë dritën e diellit. Në fakt, aq shumë është e rëndësishme shikimi që na ka dhënë Allahu xhalleshanuhu, që ne të shikojmë diellin, ndriçuesin dhe hënën po ashtu, ndriçuesen e natës që i ka krijuar Allahu xhalleshanuhu, që do të thotë se pikërisht kjo dritë e syve që Zoti xhalleshanuhu neve na e ka dhënë është një mirësi e madhe që vetëm Allahu xhalleshanuhu mundet të ta japë. Por kjo ka të bëjë ndoshta me shikimin fizik të gjërave, por ama është shumë e rëndësishme gjithashtu që njeriu të hapë zemrën për të parë udhëzimin e Allahu xhalleshanuhu. Të gjitha argumentat e Allahu xhalleshanuhu në këtë univers, duke filluar, siç thash, nga dy argumentat më të mëdha për shikimin ton, dielli dhe hëna, janë pa diskutim dy argumente që ne na çojnë drejt kuptimit të madhështisë së Allahu xhalleshanuhu krijues. Dhe me të drejtë mund të bëjmë një pyetje: a mund të kishte jetë nëse nuk do të kishte diell? Dhe a mund të kishte jetë po ashtu nëse nuk do të kishte hënë? Do të ishte e pamundur. Dhe këtu dëshmoj më të madhe la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ai i cili alhamdulillah na udhëzoi në këtë të vërtetë që ta kuptoj zemra jon, që ashtu si syri e shikon këtë argument të qartë, por ta kuptoj dhe zemra këtë argument të qartë, që këto janë krijesa të krijuara nga Allahu xhalleshanuhu, të vendosura në shërbimin e jetës njerëzore. Po ashtu thot Allahu i lartësuar në vazhdim të ajetit: "Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية." Dhe thot Allahu i lartësuar që shembulli i dritës së tij i ngjason kandili të vendosur në një zgavër të errët. Le të mendojmë tashmë një shpellë e cila është errësirë totale. Dhe gjëja e vetme që do të kishim nevojë në ato momente, nëse ne do të ishim banor të asaj shpellës, do të ishte të kishim sa do pak dritë që të shikojmë ku do të shtrihemi, të shikojmë ku do të vendosim këmbën. Dhe në fakt, sa do dritë të vogël të kishim në një errësirë totale, ajo për ne do të ishte një udhëzim, ajo për ne do të ishte një tregues që çfarë do të bëjmë në hapin ton të radhës. Pikërisht të dashur besimtar, sa më e fortë ne do ta mendojmë që do ta kishim të kandili në këtë shpellë, aq më shumë dhe do ta shuanim atë errësirën pra, dhe do të mbizotëronte drita. Që do të thotë, sa më e fortë drita, aq më pak errësirë. E sa më pak dritë, aq më shumë do të mbizotëronte errësira. Dhe nga kjo ne e kuptojmë se sa më e fortë të jetë lidhja jonë si besimtar me Allahu xhalleshanuhu, i cili është drita e qejve dhe tokës, që
që prej tij vjen burimi i dritës së qiejve dhe të tokës. Sa më fortë jetë lidhja jonë me Kur'anin famëlar, Kur'anin që Allahu xhaleshanu e ka cilësuar si dritë, e sa më fortë jetë lidhja jonë me profetin alayhi salatu wassalam, kjo do të thotë që aq shumë ne do të kemi dritë në zemrën tonë. E sa më fortë jetë drita në zemrën tonë, aq më pak vend do të ketë errësira, do të ketë e keqja në zemrën tonë. Sa më fort ta kemi dritën në zemrën tonë, dritën e besimit, dritën e udhëzimit, aq edhe ne do të jemi triumfator ndaj errësirës, do të jemi triumfator ndaj të keqes. Thot Allahu xhaleshanu, kandili thot gjendet brenda një qelçi, si të ishte yll flakërues, e që ndizet prej vajit të një druri të bekuar, prej ullirit, që nuk mund të quhet as i lindjes e as i perëndimit. E vaji i ndriçon pothuajse edhe pa e prekur zjarri. Është një kuptim jo i drejt për drejt i këtij ajeti të Allahu xhaleshanu, por dietarët na kanë orientuar në kuptimin madhështor të kësaj pjese e këtij ajeti, ku thuhet udhëzimi i Allahu xhaleshanu të dashur besimtar është i pastër dhe është i veçantë, ashtu siç dallon cilësia e vajit të ullirit me vajrat e tjerë, po ashtu është edhe ky udhëzim i Allahu xhaleshanu me anë të Kur'anit famëlar dhe sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Që do të thotë, nëse duam ta ndriçojmë zemrën tonë, nuk mund të dalim jashtë kornizës së Kur'anit dhe sunetit të profetit alayhi salatu wassalam. Çfarëdo dhe kushdo që do të përpiqet të flasë në emër të Islamit, por ama nuk do të ketë primare këto dy ndriçues madhështor, Kur'anin dhe sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, ai mund të flasë gjithçka, por jo dritën e udhëzimit. Ai mund të flasë gjithçka, po jo dritën e Allahu xhaleshanu që e ka potencialin për të deportuar në çdo zemër të njeriu. Pse? Sepse po të shikojmë në këtë ajet, ne thomi, thot Allahu i lartësuar, që ky dru nuk është as i lindjes dhe as i perëndimit. Dhe thon dietarët që udhëzimi i Allahu xhaleshanu, pikërisht pra Kur'ani dhe shembulli i profetit alayhi salatu wassalam, e kanë potencialin e madh që kurse si mos t'ken asnjë lloj ndihme nga njeriu, dhe ne e dim shumë mirë që Islami, si tha profeti alayhi salatu wassalam, bada al-islamu garib, Islami filloi në mënyrë të çuditshme, vetëm nga një person në mes të shkretëtirës, nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. A u ndihmua Islami nga dora e njerëzve? A u ndihmua Islami nga ndonjë perandori e madhe? A u ndihmua Islami nga një komandant i madh që ta bënte fenë zyrtare të shtetit dhe pastaj ta shpërndante në gjithë botën, siç ka ndodhur ndoshta me fetë të tjera? Jo, Islami filloi vetëm nga një njeri, nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Por ajo çfarë Islami komunikoi, Kur'anin famëlar, dhe ajo çfarë e bëri shembull me jetën e tij Muhamedi alayhi salatu wassalam, kishin potencialin dhe kanë potencialin e madh që të deportojnë në çdo zemër. Dhe thon dietarët që kuptimi i as i lindjes dhe as i perëndimit do të thotë që Islami nuk është pronë e dikujt, por Islami ka potencialin që të shpërndahet në të gjithë botën, nga lindja në perëndim. Dhe në fakt këtë e tha dhe profeti alayhi salatu wassalam, që nuk ka për të ndodhur kiameti derisa kjo fe të dëgjohet në të gjithë shtëpitë e botës nga lindja në perëndim. Prandaj dhe po të shohim sot, ne shohim një lulëzim të madh elhamdulillah të Islamit edhe nga trojet e vendeve të tjera që nuk janë arabisht folëse, që është gjuha e Kuranit famëlar, qoftë në perëndim, qoftë në Amerikë, e kështu me radhë. Elhamdulillah shohim që njerëzit kur janë në kontakt me këtë dritë të fortë të Kuranit famëlar dhe të profetit alayhi salatu wassalam, shohin që udhëzohen në këtë fe të pastër të Allahu xhaleshanu. Dhe thot Allahu i lartësuar, nurun ala nur, yahdillahu li nuri man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Dritë mbi dritë. Allahu udhëzon nga drita e vet atë që do ai. Allahu sjell shembuj për njerëzit, Allahu çdo gjë e di shumë mirë. Prandaj ne kuptojmë që udhëzimi i takon vetëm Allahu xhaleshanu. Nëse duhet thuhet elhamdulillah për diçka, duhet thuhet elhamdulillah specifikisht për udhëzimin që na ka dhënë Allahu xhaleshanu me këtë Islam, elhamdulillah. Ndërkohë që ajo çfarë na takon neve si besimtar është që të lutemi, që të jemi të qëndrueshëm deri në frymën tonë të fundit në këtë udhëzim, në këtë Islam. Dhe prandaj dhe ne Allahu na ka bërë detyrë të paktën 17 herë në ditë në farzë ditore që
që të themi ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo o Allah në rrugën e drejtë, në rrugën e dritës së ndriçimit tënd, në rrugën e dritës së Kuranit dhe të profetit alayhi salatu wassalam. Shkurtimisht mund të themi, të dashur besimtar, që Allahu është drita. Pra Allahu është ai i cili ka krijuar dritën, ai ka krijuar diellin, ai ka krijuar hënën. Dielli dhe hëna janë simboli i ndriçimit të gjërave fizike, ndërkohë që ndriçimi shpirtëror që vjen me anë të Kuranit, udhëzim nga Allahu xhaleshanu dhe me anë të Muhamedit alayhi salatu wassalam, është pikërisht ndriçimi i shpirtit. Prandaj thot Allahu në Kuranin famëlart, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijum minadh-dhulumati ila an-nur. Allahu është mik i afërt i besimtarve dhe i ka nxjerr ata nga errësira për në dritë. Na ka nxjerr Allahu nga errësira drejt dritës me anë të udhëzimit ton, me anë të kuptimit ton të jetës, me anë të kuptimit të qëllimit se kemi ardhur në këtë jetë. Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihu bukratan wa asila. O ju që keni besuar, madhërojeni Allahun, përkujtojeni Allahun mëngjes e mbrëmje. Pra mos të pushoj gjua juaj duke e përkujtuar Allahun xhaleshanu. Pse? Sepse Allahu i lartësuar thot walladhi yusalli aleikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. Sepse Allahu së bashku me melajket e tij dërgon përshëndetje mbi ju o besimtar. Sado që ju jeni besimtar dhe sa herë që ju do të jeni të devotshëm në jetën tuaj si besimtar, ta dini, Allahu dërgon përshëndetje së bashku me melajket mbi ju. Li yukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, për t'u nxjerr juve nga errësira drejt dritës, drejt dritës elhamdulillah të besimit. Prandaj po ashtu mund të themi si përmbledhje që Kurani famëlart është dritë. Allahu xhaleshanu thot në Kuranin famëlart, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj argument dhe ne ju zbritëm dritë të qartë. Kurani famëlart është pikërisht drita e udhëzimit me anë të së cilit gjithë secili prej nesh duhet të kapet fort. Mund të themi si përmbledhje që profeti alayhi salatu wassalam është drita po ashtu. Thot Allahu në Kuranin famëlart, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. O ti pejgamber, ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar, përgëzues e qortues, dhe me urdhën e Allahut thirrës për në rrugën e tij dhe të bëm ty një pishtar ndriçimi, të bëm ty një pishtar drite për t'i ndriçuar njerëzit dhe për t'i udhëzuar ata në rrugën e vërtetë. Dhe shohim të dashur besimtar që lidhja e fortë me Allahun xhaleshanu, me Kur'anin famëlart, librin që ka shpallur, me Muhamedit alayhi salatu wassalam që na solli në praktik udhëzimin e Zotit, Kur'anin famëlart, nëse do të kemi lidhje të fortë me këto tre komponentë të rëndësishëm, atëherë elhamdulillah do të themi me bindje që zemrën tonë e ka kapluar drita e udhëzimit të Allahut xhaleshanu. Por me të drejtë mund bëjmë një pyetje. Ku gjendet kjo dritë? Nëse duam ne që ta arrijmë këtë dritë, ku gjendet kjo dritë? Dhe Allahu thot në ajetin pas ardhës, në ajetin e 36, fi bujutin edhin Allahu an turfa u yuzkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil gudui wal asal. Pikërisht gjithë kjo dritë që ne folëm më lart, ajo dritë është në shtëpit, në xhamit që Allahu lejoi të ngriten e që në to përmendet emri i tij, ti bëhet lutja ati mëngjes dhe mbrëmje. Drita e Allahu xhaleshanuhu, udhëzimi Allahu xhaleshanuhu, dashuria Allahu xhaleshanuhu, lidhja e fortë me Allahun, me Kur'anin dhe me Muhamedit alayhi salatu wassalam, nuk do ta gjejmë rrugëve të dashur besimtar. Nuk do ta gjejmë rrugëve, por do ta gjejmë tek shtëpitë e tij, që i ka lejuar të ngrihen, që janë xhamit e Allahu xhaleshanuhu. Dhe mund të themi shkurtimisht dhe për përmbyllje që sa më fort të jetë zemra jonë e lidhur me xhamit e Allahu xhaleshanu, sa më shumë ne të jemi pjesëmarrës në namazet ditore në xhamit e Allahu xhaleshanu, aq më e fort do të jetë lidhja jonë me Zotin, e aq më fort do të ndriçojë pikërisht drita në zemrën tonë me besimin e Allahun xhaleshanu.
Dhe do ta mbyll me hadithin e profetit alayhis salatu wassalam, që tha: nëse e shikoni një besimtar që është praktikant i namazeve në xhami, dhe ju e shikoni atë që ai falet në xhami me xhamat, pra shumica e namazeve të tij shikohet në xhami, dëshmoni për të që ai është besimtar. Dhe thot po ashtu profeti alayhis salatu wassalam, dëshmia e njerëzve mbi një njeri është një prej argumenteve që ai njeri ka pozitën tek Allahu xhaleshanu. Ashtu siç njeriu njihet ndër njerëz, ashtu e ka dhe pozitën tek Allahu xhaleshanu. Dhe lut Zotin xhaleshanu të na bëj për tyre që i ka plon drita udhëzimit, i ka plon drita e forcimit dhe lidhjes shpirtërore me Kur'anin dhe me profetin alayhis salatu wassalam, dhe lut Allahun xhaleshanu që kurse si këtë dritë besimit mos ta shuajnë nga zemrat tona, po të na bëj për tyre që do të vdesim me fjalën e fundit la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Lut Zotin xhaleshanu të na bashkojë gjithsë bashku në xhenet. Wa qulu qawli hadha